Kosova ka planuar të mërkurën kontenierët me mira dron luftarak kamikaz. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, përmes një postimi në Facebook, konfirmoi dorëzimin dhe dha detaje të rëndësishme për përgatitjen e forcës së sigurisë së Kosovës, bashkëpunimin me kompaninë turke dhe qëllimin strategjik të kësaj blerje. Sipas Kurtit, dronet kanë arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe njësitë përkatëse të FSK-s janë trajnuar për përdorimin e tyre. Kontenierët me mira dron luftarak kamikaz Sky-Dagger mbërriten sot në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 ushtarak të FSK-s tashmë janë trajnuar për përdorimin e tyre. Kurti sqaroi se kjo dërgesë është rezultati një kontrate të nënshkruar me kompaninë turke e njohur për prodhimin e teknologjisë ushtarake. Në postimin e tij, Kurti dha edhe një përshkrim teknik të kapacitetit të këtyre dronëve, duke theksuar përdorimin e tyre në situata taktike dhe luftë moderne. Këta dron kamikaz, të njohur edhe si FPV, të tipit Ready to Fly Sky-Dagger, të prokuruar nga ne, janë dron luftarak të pajisur me mjete shpërthyese me qëllim goditjen e objektivave lëvizëse dhe statike të armikut. Kryeministri tutje nënvizoi se kjo blerje është pjesë e një strategjie të vazhdueshme për ngritjen e kapaciteteve ushtarake të Kosovës dhe për ndërtimin e një force moderne të mbrojtjes. Dronët Sky-Dagger janë të tipit RFTF, Ready to Fly, që do të thotë se janë plotësisht të montuar dhe të gatshëm për përdorim menjëherë pas dorëzimit. Ata përfshin të gjithë komponentët bazë, si trupi i dronit, transmisioni, marsi dhe baterit. Sky-Dagger mund të arrijë një shpejtësi deri në 130 km/h, me rrezë maksimale fluturimi deri në 10 km. Përveç përdorimit ushtarak, ai mund të aplikohet edhe në operacione vëzhgimi dhe kërkim shpëtimi. Kjo dërgesë vjen në një kohë kur Forca e Sigurisë së Kosovës është në proces transformimi në ushtri të rregullt. Proces ky që ka nisur që nga viti 2018 pas ndryshimeve ligjore dhe që pritet të zgjasë deri në vitin 2028.